Besimtarët musliman protestuan sot duke falë namazin e xhamas dhe jashtë xhamive. Më pas marshuan para institucioneve ku shprehën zhgënjimin karshi politikës që nuk mbajti premtimin. Protesta kaloi. Ju kthyen namazit protestues. Mira besimtarë musliman u mblodhën sot në kryeqytet për të shfaqur pakënaqësinë për disa vendime politike, që sipas tyre po e cënojnë islamin në Kosovë. Policia që ishte në numër nuk pati punë. Togjerët driton Selmani dhe policëve të tjerë nuk u doli shumë punë në faljen protest të xhumas në Prishtinë. Ne mbajmë vetë drejtsinë dhe mbajmë vetë rendin. Janë këta njerëz që organizata Bashku i ka angazhuar për të ruajtur rendin në sheshin para komunës dhe karshi xhamisë së Qershisë. Por kjo nuk do të thotë që aktivisti më i zëshëm të ndihet shumë i sigurt. Mund me pas edhe forcat shërbimeve të huaja, ju lutem me qetësi. E ata që mendojnë njëjtë si Fuad Rami që e kanë gjetur formën për të treguar nevojën për xhaminë në qendër të Prishtinës. Të tillë si ky kishte shumë në namazin e xumas, por nuk e bllokuan rrugën. Pasi kryen faljen, Rami që e la të kuptohet se veprimet mund edhe të radikalizohen. Mos na detyrojnë të marrim hapa të vazhdueshëm sepse na nuk do të ndalemi derisa ta realizojmë qëllimin tonë. Foldoria lëvizës e udhtoi drejt ndërtesës së ekzekutivit. Këtu u pan pankarta kundër politikanëve. Madje u shpalos mbledhje ndaj atyre që u kanë premtuar në zgjedhjet e kaluara futjen e mosimbesimit dhe shamis në institucionet publike. Kërkojmë konkretisht nga koalicioni AKR në krye me Gjergj Pasonin të mbajë premtimin e dhënë lëvizjes Bashku ose ta prish koalicionin kryeministri ta mbajë premtimet që i ka dhënë gjatë fushatës. Diskriminimi u kritikua edhe nëpërmjet vargjeve. Ashtë fatit një letër ja kam dërgu, kryeni muj përgjigje e du, veç një fjale kem kërku, me mbajtë mbëlletën në shkolla ligjën me miratu. Por askush nuk mori mbështetje si imami i xhamisë së madhe. Shefqet Krasniqi kërkoi nga besimtarët të shyen librezat e atyre partive që sipas tij po abuzojnë me islamin. Këta njerëz me vetia të plot na kanë thyer mënyrën më të rrallë. Identitetin tonë përdor. Aktivistët e Bashku u paralajmëruan protesta tjera deri në realizimin e qëllimeve të tyre.